Që nga momenti kur numrat e deputetëve të fituar nuk I dhanë mundësinë Partisë Socialiste për të rikthyer në pushtet, aq më tepër pas marrëveshjes mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kryeministrit Sali Berisha, e cila I garantoi këtij të fundit një mandat të dytë qeverisës, kryetari socialiste Edi Rama për asnjë moment nuk ka bërë komente mbi të ardhmen e tij dhe funksionin në krye të partisë. Ai ka përsëritur vazhdimisht duke u përgjigjur dhe thirrjeve për dorëheqjen e tij se do të priste përfundimin e të gjithë procesit. Unë I kam qarta detyrimet dhe radhët e punës sime. Të tjerët mund nguten, por mua kjo nuk më lejohet. Të hënën Komisioni Qendror I Zgjedhjeve përfundon ndarjen e mandateve duke mbyllur kështu zyrtarisht konfigurimin e parlamentit të ardhshëm. Përpasoj, kryetari socialist I ka ardhur radha të përballet me faktet. Të martën ai ka thirrur mbledhjen e asamblesë ku do të mbajë dhe fjalimin kryesor. Përveç pozicionimit të hapur se sipas socialistëve zgjedhjet e 28 qershorit u deformuan seriozisht, kryetari Rama do ta ketë të vështirë ta anashkalojë përgjegjësitë e tij direkte, duke qenë se udhëhoqi një fushat të jetë personalizuar. Unë do fitoj këtë garë, bashkë me ju, sepse besoj tek Shqipëria. Statuti I Partisë Socialiste parashikon ndërprerjen e mandatit të kryetarit në rastin e humbjes së zgjedhjeve. Fillimisht zoti Rama foli për mundësinë e mosnjohjes së tyre, por më pas duket se e korrigjoi shënjestrën kur pak ditë më parë u shpreh për mosnjohje të legitimitetit të qeverisë, një terminologji më e zbutur dhe deri diku e përgjithshme. Kështu ka shumë gjasa që në mbledhjen e asamblesë ai të mund të nënshtrohet për caktimin e statutit, pavarësisht qëndrimit për zgjedhjet. Përpasoj do t'i hapej rrugë thirrjes së kongresit të jashtëzakonshëm të partisë, I cili do të administronte në këtë rast kandidaturat për kryetarin e ri të partisë dhe datën e zgjedhjeve për këtë post. Një veprim I tillë përmban dhe një pikpyetje tjetër, nëse zoti Rama do të rikandidojë apo jo. Kjo mbetet një zgjedhje tërësisht personale e tij, pasi rregullat e partisë nuk ja mohojnë një gjë të tillë, aq më tepër që zgjedhja e kryetarit të ri bëhet nga anëtarësia e partisë, gjë që I jep kujdo që zgjidhet një pozitë të fortë drejtuese. Deri më tani, vetmi që ka shfaqur haptazi ambicien për të konkuruar është deputeti Arben Malej. Një tjetër kritik I zotit Rama, I cili mendon se ai nuk duhet të rikandidojë, deputeti Iben Blushi, nuk është pozicionuar ende. Sidoqoftë ka shumë mundësi që në një skenar të tillë Partia Socialiste t'i djegë shpejt etapat dhe të realizojë këtë proces përpara hapjes së parlamentit të ri në një përpjekje për t'i lënë pas polemikat e brendshme për zgjedhjet. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.